Për inat i tjerëve s'ndahem kurrë, deklarata e Medës për Lulen bëri buj në dasmën e Agnesës. Një fjali e vetme e këngëtarit Meda ka mjaftuar për të marrë gjithë vëmendjen gjatë një prej dasmave më të komentuara të këtij sezoni. Teksa ishte i pranishëm në dasmën e Agnesës, vajzës së vogël të shkurtë e Fejzës, artisti foli hapur për raportin me bashkëshorten e tij, Lulen, duke dhënë një deklaratë që u komentua menjëherë. I shoqëruar nga lulja, Meda u shfaqi buzëqeshur dhe në humor të mirë. Gjatë një interviste, ai u pyet për martesën e tyre, ndërsa përgjigjja ishte plot dashuri dhe besim. Për inat i tjerëve nuk ndahem kurrë. Pa Lulen nuk ka jetë, u shpreh këngëtari, duke lënë të kuptohet se lidhja e tyre mbetet më e fortë se kurrë. Përveç jetës familjare, Meda foli edhe për angazhimet profesionale, duke treguar se është gati për sezonin veror me mbrëmje muzikore dhe dasma të shumta. Ai nuk la pa përmendur as raportin e veçantë me Shkurtë Fejzën. Meda zbuloi se që në fëmijëri kishte ëndër ta takonte ikonën e muzikës shqiptare, ndërsa sot ndihet krenar që gëzon miqësinë e familjes së saj. Deklaratat e tij u pritën me simpati dhe u bën një nga momentet më të komentuara të mbrëmjes.